Në vjeshtën e vitit 1939, në një familje të ndeshme nga Isniqi, lindi një djalë që do të rritej me sakrificës, punës dhe dashurisë për vendin. Ai ishte i biri i Halilit dhe Imonës, dy prind me rrejnë të thella në traditë e patriotizëm. Baba i tij Halili kishte qenë pjesë e ushtrisë së Isa Boletinit dhe kishte marrë pjesë në shpalljen e pavarësisë në Vlorë. Ndërsa nëna Mon ishte bie e familjes së njohur të Saliramve nga Gllogjani. Pëmërinë e kaloi në kushte të thjeshta, por me shumë dashuri e dinjitet. Edhe pse jeta nuk ishte e lehtë, ajo periudhë dha vlerat që do ta përcjellnin gjatë gjithë jetës: ndershmërinë, punën dhe respektin për njerëzit. Pas vdekjes së hershme të babait, në dimrin e ashpër të vitit 1947, mbi supet e tij të njoma ran përgjegjësi të mëdha. Por ai kurrë nuk u ankua, që në moshën 11 vjeçare nisi të merrej me bujqësi e blegtori, punë që do ta shoqëronin gjatë gjithë jetës. Në vitet e 60-ta, gjatë shërbimit ushtarak në Shkup, ai mori pjesë në ndihmën e viktimave të tërmetit të madh të vitit 1963, duke treguar guxim, humanizëm dhe përgjegjësi. Në vitin 1965, u martua me Ajne Elezaj nga Bellaja, nga një familje e njohur për patriotizëm e mikpritje, që dikur kishte stërhuar emra të mëdhej të qeshtjes kombëtare. Një dashuri që zgjati gjithë jetën. Për shumë vite punoi si punëtor teknik në shkollën fillore Isa Boletini në Isniq, por zemra e tij mbeti gjithmonë në Ar dhe në Bjeshk, aty ku ndjehej më afër tokës dhe më afër jetës. Sot gjindemi në Bjeshkën në Rëshkodolit. Shqipëria thonë Bjeshka më famove e gjitha Alpeve shqiptare, mendoj edhe sidomos në këtu pjesë të Dukagjinit, në këtu Alpet tona të bekume, Rëshkodoli nxan një vend edhe një meritë të veçantë edhe shumë të posaçme. Në për këtë Bjeshkë janë zhvillu ngjarje, o zhvillu historia, o zhvillu kultura, tradita, blegtoria, burnia, bujaria, besa, në për këto Bjeshkë janë zhvillu edhe luftra. Është derë gjak, edhe sot isniqasit i trashëgojnë këto Bjeshkë. Ato janë pjesë të historisë sonë të lavdishme. Dhe në për gjitha këto rrugtime, kemi figura dhe personalitetet të ndryshme, të cilët janë të pakalueshëm lehtë e të mos përfshihen në këtë emision dokumentar që sot po e realizojmë, për një nga e që unë shpeshherë kom thënë edhe në televizion, barinjet më emblematik të këtyre Bjeshkëve, Muhamet Halil Mehmetaj, e që ne jemi rrit me emrin e tij përkthel që e kemi quajtur Tuli, i cili ka qenë një bari shumë i veçantë dhe shumë specifik, për cilin ne do të flasim, por jo vetëm për Tulin, por edhe për shumë njerëz të tjerë, sepse kush më shumë e kush më pak, secili prej tyre ka gisht në këtë histori të këtyre Bjeshkëve. Secili prej tyre ka dhënë e ka kontribu diçka që këto Bjeshkë të jenë sot Bjeshkë isniqase të quajtura. Në mos kur gjë më shumë, secili bari i kësaj jone së paku një korit pshëshëton mëlbene, ja u ka ofru vristarve, e luftetarve, e tregtarve të trojeve shqiptare, të cilët si pikë referente edhe si pikë kaluese i kanë pas Bjeshkë të Rëshkodolit. Hajdara, thash diçka jo? Jo, ke qenë i smira. Jemi, vazhdojmë. Shpe vazhdojmë. Qka e la shumë e mungut? E ke folë të vërtetën, jo mi shtu as mi mungu. Pra, une po flasë dogri, do më thonë, për e marrë fjallën të Muhamet Halil Mehmetaj, kronista shpe i shpije
O dal mi kish deqanit, ai nuk e ka këshyr ku ka me bo natën, as se ka dit ku ka me bo natën, po qysh mes me i bo hashe, do më thonë dhatë edhe me shku, me ardhër Shkodër. Ka bujt në Bele, Pleqe, Koznjer, në Baballaq, në Lovski është serbisht, po projt e gjens duhet me e përdor. Po, edhe tonë shi për Shkodër. Një magar me veti, apo një kali, të ngarku me samor, me ushqime dhe me tesha trupit, sepse shpesh i ka godit. Rezervat e mëdha tana fuqive si i kem pas, na no më kali, no më magar, jënë ardhen bjesht. Ta shte dim tonë, se pe shohim sët, edhe pe shohim ata atër. Unë e kom rri ham ata, ham pe më rri këta. Po, është e sapi si duhet gjdo sant, do më thonë, mas mundësie me për cilë ato. Sokon mundësia, që ashtu i mi marë. Tash është mundësia, po mungujnë sene tjera, do më thonë, edhe po shkujnë këto sene jo bash në regull. Edhe, po dalim të Muhameti o konë një qoban numër 1. Në qatë sofrët Muhametit ka pas gjinë tjerë, do më thonë këtu, si o konë, do më thonë qatë sofrën më Muhametit. Me rujt, e mi këshyër, e mi pa to, ka pas edhe tjerë gjinë, si në konë atë sofrë, si o konë Muhameti. Edhe, në qëtë sofrën tjetër, si po dalë do shti këtu, kur janë dalë këtu, ka pas paka si gjinë, si thot nuk jom ka muna me dajanisin stanisht, po du me dalë tjetër konë. Dalë po të zallinau, se ka boj dare, visho dalë të krojtë. Ja, të krojtë shtrungjëve. Unë jo maj, si e kem bo të rishtën atëherë dhe kem najnja 8 dit anon, kur o bo 8 dit anon i ka shku lajmi babës, të tërhiqet qaj që banë pe qatjehi, se ajo dalë me kontaktu me Shqipni. E ka migjën në Shqipni edhe baba dele natje për ma ardhe të eshin Murat Beshin, ku e ka shko Murat në Bjeshk, shko dhe nërshma që të punë me vujtjet më dha, është i sufi me ma me Halilin atje, me i thonë, desh nëse vallahi, qësh janë fjallët, u bojnë si siruni mu. Edhe ardhë Murat Besha në shtrungje. Lajmin e kom qështu, bëni shka doni. Thash mu gjithë qyshëm duhet. Muhamet apo rënd, tha pa unë të kom thonë na 2 edhe qëkojmi të rezikum. Pe i dikuj. Me sa e di une, atë bot ka egzistu edhe stacioni policisë pushtetit atëhershëm të Sharra. Po, o konë dikush joni, si kam brojt për mësë marrë me nga bo alaq do gri. Shkodirgju, ka sa i dishka këtu. O nuk o konë komunja krejta, po din ti mes me pas gjinë tonë, do më thonë aty. Edhe imi djergë, vallaj, s'naj ka pa ku shlot, vish vallaj kem kojt. Vallaj, bashkë më nëzisi kem bo rrugtar, se i kish dal pluni, gjithë ka ma kesh, kur nuk e kom pa. Njo, jënë djergë gjonja krejt. Muhamet, qa keme na duhet, tha me dalën në poj që aty në fëndim me vdishka, po bojnë vdishka, ardhe dhe rejtë Selmoni. Tha, Pajazitaj. Tha, bon, tha, ma ardhe une, tha, po, marë po të në shpinë, së të marrim ty. Edhe kem naj pak dit. Jemi qupi aty, jemi shkun Livat Gjens. Kur jemi shkun Livat Gjens, i kem marrë 2 postoja. Edhe njoni me naj qut, me bozjam, 2 me flejt, edhe mu qun natje me gatuzlë në poj. Me urujt pe gjeja, po? Jo, se dishim sa kem me nej aty. Nuk e dishim sa, a për balon, a ka, ata karsha gjens, aty a muna ma qka bujmë. Edhe kem nej 8 dit, kur o bot 8 dit, o në gjitë Muhamet, në promi një të rish, 3 tubi mu jo ishim. Natje tënë në udashin më rëbor. Në bjeshkët tona, mikpritja ka qenë gjithmonë pjesë e traditës dhe shpirtit të malsorit. Kur vini mësafirët në stan, gjithçka fillonte me një filxhan kafe, e cila shërbehej me dashuri si një shenjë respekti e mirëseardhje. E zonja e stanit me njëherë niset të përgatiste ushqime tradicionale të shtëpisë. Flinë që piqej me kujdes, leqenikun e shishëm, pitën e butë, kosin e freskët dhe mazën e zime. Ndërkohë të rritë e familjes angazhoheshin me përkushtim për të shtruar tavolinën dhe për të përkujdesur që çdo mosafir të
të ndihej si në shtëpinë e vetë. Kjo ishte dhe mbetet shenja e vërtetë e kulturës sonë, mikpritja, dashuria dhe bashkimi rreth sofrës shqiptare. Bashkëbiseduesi ynë i radhës është Hajdar Xhametaj. Përndryshe, një njos i mirë, edhe në aspektin profesional, i ligjeve dhe i kanuneve në përgjithësi, i rregullave kanunore, i rregullat bjeshkës që kanë qenë do ligjet të pa shkruara, por që kanë ekzistuar dhe janë respektuar shumë fuqishëm. Hajdar, emocionet tua që të lidhin me Rashkodolin edhe në përgjithësi me bjesht e Isniqit. Faleminderit shumë që më dha rastin që të flas për këto. Zoti Zeq, emocionet janë të papërshkrueshme, për shkak se kanë kaluar 68 vite dhe që nga viti 3 moshës time si fëmijë, foshnjë, unë e kam marrë në Rashkodol. Prandaj janë emocionet të papërshkrueshme. Djergat, ngjitat, qethat në bjeshk, organizimi i qethave, rujtja deleve, janë mision i papërshkrueshëm i barive të këtyre bjeshkëve. Barit e këtyre bjeshkëve nuk e kanë pas vetëm një rol që t'i ruajnë delet apo lupt, por barit kanë pas edhe rolin e rojeve të këtyre bjeshkëve. Këto bjeshk që dalin në kuadrin e bjeshkëve të bekuara, sepse dikush i qunë bjeshkë të nemura, është e përkthyme nga serbistja. Këto në literaturën evropiane, edhe në literaturën origjinale, shqiptare qunë bjeshkë të bekuara. Edhe delet është shtazë e bekuar, ashtu e kanë trajtue prej ilirëve e këtnena. Kjo ka historinë e vetë, shumë të madhe. Emocione sjell vetëm veç pamja, po du më thonë, e tyre. Je ma afër qiellit. Është një lidhje hynore mes qiellit dhe tokës, bjeshka. Tingujt e bjeshkës, ushtima e halorëve, këmbana u giqit, ushtima projve, është një simfoni e papërshkrueshme që as simfonia e Beethovenit nuk mundet mi përshkru çfarë zoni sjell, çfarë emocioni sjell. Do shta unë po të proj, po kështu është, kështu e kom përjetue, dhe kështu e jo përcjelli edhe gjeneratës që vinë edhe jemi të detyruar fëmijëve tonë t'ja përcjellim këto emocione, sa do kudo ata t'i akceptojnë që i kanë përjetu prindët e tyre dhe t'i trashëgojnë ashtu t'ja vlon trashëgimi atyre. Hajdar, bjeshtë e Rashkodolit dhe të tjerat kanë kalu sfida të ndryshme në përhistori të ndryshme. Nga pushtues, nga zaptues, nga komit, nga hajdut, që kanë ardhur nga shtetet fqinje këtu. Mirë po Isniqasit u kanë dalë gjithmonë përballë atyre fortunave, duke dhënë edhe jetën e tyre, që ne sot t'i trashëgojmë këto bjeshkë. Po kemi një histori tepër të gjallë dhe të bujshme, por edhe të dhimbshme, që i kemi rujt këto bjeshkë. Ne, kur fshati i ka shtërngu temelet e veta në rrafshin e Dogaxhinit rreth bjeshkëve të bekuara, atëherë ka filluar të marrë terrenin e bjeshkëve. Fëmija të vllazëve kanë qenë, nik lekajt, can lekajt edhe prak lekajt. Kanë ardhur me parë, me mundi edhe me sakrificat mëdha që i kanë përfituar njerë nga feudalet e kohës, nga pashallarët, i kanë marrë.
kur i kanë marë, i kanë rujt me devotshmëri. Roja këtu në bjeshme, mas tepër mi u kam bo barit, gjenerat pas gjenerate. Kemi bari me nam dhe luftetar, një kohësisht, që kanë qenë këtu Miftar Zeqa, Ali Musa, edhe gjeneratat edhe ma përpashme, Hajdar Gjaja, Abdul Haxha, e tjerë, se cila gjenerat në tjetën e ka përcjellë njëjtin mision për rujtjen e baktive, mbajtjen e farefisë dhe të familjes dhe të katunit, për edhe rujtjen e bjeshkëve, me sakrifisë shumë madhe thash. Një ndër ata, që ka ardhur tjetër gjeneratat më vonë, ka qenë edhe Muhamet Halili, i Mehmetaj, i cili me përkushtim, me pietet shumë të madh, me një përgjegjësi shumë të madhe, edhe i ka kultivu delet, tufen e deleve, e i ka rujt me marrë shtëpinë patriarkale që kanë qenë shtëpia tyre, edhe e ka rujt edhe bjeshken. Një ndër ata, një protagonist, një shëmbëltyr shumë e madhe, që me marë, për shembull, ka qenë edhe Muhamet Halili i Mehmetaj Tisniqit, për cilin sot edhe jemi mbledh tu, por edhe për këtë historinë që po pyetni ju, zoti Zeq. Ti po i marrë do gërshonë dhe i krut në dorë. Po. Çka simbolizojnë këtu në këtë rast? Këto, sot po ta kënaqësinë dhe nderin, këto janë gërshonët me cilat ka qeth Muhamet Halili. Kjo kruta Muhamet Halilit, këto bojnë gjenet e tyre. Neve trive edhe na ka mësu se si ruhen delet, por edhe si qethet. Këto simbolizojnë qethat. Duhet të tregoj në studimet e mia amatoreske që i kom bo. Delet këtu janë qeth me rana. 5 rana, 4 rana dhe 3 rana. Veprimtaria e qethit delet me rana është veprimtari artistike popullore. Por duhet të them jo për emisionin e juaj. Kjo është një veprimtari endemike. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se vetëm prej bjeshkëve të Istogut, deri te Pashtriku atje, është vend endemik ku qethen delet me rana, edhe i kanë qeth me rana, edhe kjo histori shkon deri në mileniume sepse ka elemente paganiste në trajtimin e qethave, edhe për me heshu delme si e kanë konsiderue edhe bjeshtë e bekuara, edhe delja si qenje bekuar. E një ndër ata që kemi marrë shembull për të mirë ka qenë Muhamet Halili. A ke qeth me to ndonjëherë? Po, kom qeth, na ka mësu me qeth, një trive Deli Ahmet Xhekin, Binak Hajdarin, Ahmetaj, i bish Bajramin, mu, Hajdar Xhametaj, na kemi qenë bit atyne që kanë dalë në bjeshkë, se cili edhe na i kemi trashëguar. Muhametin na ka ndu menën, me na mësu me qeth mirë, na ka mësu mirë, nuk ka pas der kur në një rande kemi qitë pa vend, ka thonë që këtu qitet asi, me një përkushtim të madh, ka shërbyer edhe si mësues, si pedagog i mirë, se si qethen delet. Jemi këtu në stanishtën e livadhit, që ndryshe ky livadh është quajtur edhe livadhi Mehmetaj. Është ky livadhi prapa nesh, stanishtën e përbojnë rreth livadhit këto stone që tash me viteve të fundit kanë fillu të shndrohen në lloj villash, edhe për fatin e mirë, dita ditës po shfryzohen gjithnjë më shumë. Në onën e majt timen, kënej ku po shohim këtë kompleks të stonësh, janë stonët e Ram Halilve janë quajtur. E çoboni i dhënë i shtëpisë Ram Halilve është pikërisht personazhi për cilin na sot po bisedojmë. Është Muhamet Halili. E ky pranë meje këtu është Shkelzeni, djali i Muhametit. Shkelzen, atë kujtohet ty personalisht deri në cilin vit, deri në cilin moshë ke dalë në bjeshkë? Na kemi dalë, deri në luftë kemi dalë vazhdimisht, semi pa ndërprej, çdo vit kemi dalë. Kujtohet si fëmijë na jemi rrit kënaj. Jemi dalë në pranverë, edhe jemi zgjedhur, na kanë zgjedhur ne fëmijëve në Vjesht ku ka fillu shkolla. Shkolla. Po. Çobat që ndalë ma herët me bakti, me dhane, me lope, kuali që kem pas, na fëmija veshim pak ma vonë, kur më shkëllqen shkollat poshtë.
Qëtu e kem pas një jetë mesatare? Që shokon ajo, zakonisht në konë karakteristike mbremjet në bjeshk, kur vishin gjoja prej kullose, vishin rret, vishin lupt, u bëj ke një rmuje madhe, u dashke më dalë me mjel rret, ka 2 vet, një anej, një kënej, me shtin shtrum, në shek, fëmija migra. Po, fëmija i kem pas dhe detyrat caktume. Ka qenë pak e mërzitshme ajo. Po kom pak të trazume për një fëmijë. Se kështu tash ti në një nostalgji për atë kohë. Po tash po. Tash ti po për atëherë kom pak më. Ne i kem pas detyrat vjeta të tash kemi rrethu. Me i gjetë ku janë, ne ka herë dishin më shef. Tash kemi dalë mas vjetave, me i gjetë, me i pruve. Mas love, të në kovishin dhatë dhe ato tash kemi një mund që banit vi. Tulli e ka pas një figur karakteristike. E ka pas një figur pak më të vrasht, më tegër. Po. Qysh ka qenë familje kështu? Për familje baba konë shumë i butë, shumë i afër me gjithë antarët e familjes. Se na krejt fëmijët e stanisht ju të të shimë. Erë Tulli. Po. Pak qashtu ka pas pamjen. E ka pas atë pamjen, atë natyrën por e vetë. Por mbajtje së konë ashtu. Ja, atë përmbajtjen e vetë e ka pas qashtu, po. Deri ka sa veta dilshit në bjeshk? Jeni konë relativisht numerikisht mas shumë ti. Po, baba konë veti 4 t'i vlla, unë e kom rri me jetu bashkë një shtëpi deri në 30 antar familjes. Deri në 30 antar familjes. Po. Qëtu kemi dalë, çto troje shtu? Po, qëtu. Po, ajo është Breja. Po. Breja edhe kjo është Kershi Ramhalilve. Po, qështu në atë që një. Kershi Ramhalilve edhe Breja ku i lidh shiqet. E diskutum pare, is ka qenë krejt e gryme për fumi ajo Breja dhe qëtë hyshin në roj. Më shpurt. Edhe mu mbrojt të i shiut. Qashtu. Po ne sukur edhe në shpi edhe këtu na ka dëmtu pak lufta, na kemi pas ma shumë stane këtu, i kemi pas, ku mi konë bashkë atëre, i kemi pas 8 stane. Gjitha janë konë funksionale, si kemi pas tash sukur tash si janë. Po, stone tradicionale, por janë konë në funksion. Po, po mas në luft ne i kanë djekë se u konë pak si pike pushimit e pjestarët që kështë që kanë barë të armë poshtë në. Qenë strehu këtë të stone. Edhe mastaj u kanë ranë gjurëm, forcat serbe dhe si pasoj i kanë djekë krejt. Po tash i keni maru ma të mira. Tash ma të mira, po ma pak po dalin. Ma pak. Jo, djemë të Basron po dalin. Po, djemë të Lils po dalin. Djemë të Lils po dalin, për shfridzojnë. Këto pamjet mrekullueshme që rrallë kun mund t'i sheh syri, janë të vendit që ndryshe kemi qujt edhe breg, por edhe kemi qujt të Breja të Gata. Ndërsa, prapa nesh atje, shifet të gjithë stanishta për cilën folim deri me tani, mi për bashkëbisedu si jynë, unë e preferoj me qujt Is Miftari, për ndrysh është Isa Miftar Mehmetaj, një jetë njeriu e ka bon të bjeshk. Edhe pse ndoshta prej moshe nuk të regon tjeti vjetër, por unë më duket që isën që 100 vjetë e majnë men si që banë këtu Is Miftarin. Is Miftari i keqaj. Atë kanë thonë që shtu Is. Po. Me bëgët mjesë në shqedo keqaj. Qashtu. Qka donë më na kujtu prej asaj kohë, qysh shinin gjitë në bjeshk, qysh keni arë këtu, qysh keni veru, qysh keni vjeshtu, sa ka qenë e banume kjestanisht me gjo, sa ka pas edhe laqumit kuaje e majnë men mirë kur bishin të të poshtë, ti me mjegull e bëshin stanishtën e shumë qka tjetër isë. Për zeqë na jemi të folë për Mamet Halilin, njerin, si pike parë, o kënë që vani parës dorë. Mërakli i malë, pra mund gjitë në bjeshk ka basë vështësim me balë. Me magarë, që pa pas skadin e konë, që i pas gjipin sëtë. Po. Për me magarë, kem fletë rrugës, babalash që dha i supi pare, në pro gjesë, ku dalë të kem jekë për ku keqë. Që dike se një thatë, buarë madhe, dhe si u dejke kretë,
u duke bukurës me ka ato në. Se një vit të energjistu 1.300 coba vanë. Vetëm që të stanisht. Stanisht tonë, që do. Po. Që vani ke pas të parës dorë, ta shokesh me thonë, se mirë pak si lavët. Nisën Bardhësh Dushin, Isufin, Mamet Halilin, Kaelanin, edhe shumë tjerë. Edhe ka pas që banë... Sylregjen, Dushbeken, të Hermusen, dhe të i ka pas dhanë, I ka pas dhanë, vëqë ljodhë të ruj ke bolë. Ta Hermusha, i Sufibra. Se ruj ke ljopa dhanë, në vesh datë. I Sufibra. I Sufibra, boj Sufibra, Sajt Mahmudi. Sajt Mahmudi. Ai më të parën kërëshia ka pas Sahitin Mahmeti. Edhe stanisht atjera ka pas që banë, toni konë që banë të parës dorë, si njëri si tjetëri. Edhe shëtar, edhe që banë, edhe mikë pritë sa dush, ne që aty. Ju kur keni qedhë dhenë, keni shkua, keni ndihmu njoni tjetërin edhe në përbjesht tjera këtu. Ka keni shkua dhe kush? Kem shku në bjesht Belegjet, në bjesht Përepet dhe në Zavoj, Zavoj Plavës. Po, Mameti. Kemi konë. Kemi qedhë edhe në Meleshet dhe ta shlisni që po dhjetë vesh. Po. Edhe atje kemi një mu, ka mos, qëtarët një konë, ta shqitonë, pa bëjnë laf me metajt. Se qëtarët i snisit, kur njës ka mund me zavënsu. Reka ka bërë 600, ju ti i pot gorit, a? Po, i pot gorit. I pot gorit. Ju me 3 këni bos. Na me 5. Na me 5 i këni bos. Edhe me kra. Me kullaj mi bo 3 vija, 5 vija. Po, qashtu. Edhe me kra. Me kra. Edhe me hona. Edhe me hona, me shkreme, me krejtë, qëtarë. Toni konë tuja si të parës dorë. Si të njajt jo konë, Serma Mala, Gjanfercana me të birin, Isra Gjepi, Mamet Halili, Kaelani, Bardhësh Dushi, Isufazhia së këtu, edhe i Mërfeta, Hajdari, ma vonë, Delia Mazjeka me 3 rana, s'ka kushti që 3 rana të rish, me stratish, që ashtu, edhe mas interesant i kun për Mametin një, me të lëbë bukur vonë, se më ardhen. Edhe dora me marë që tu, atë e lënë të rekë dhejtë, fenejtë, e lënë të rekë smajshëm, dhe s'ka posë, s'ne jepshin. Edhe ku e ka shumë me të thëmë, në rrundës nuk ka kom, ma të ashtë i ki të ishtë në coba, ki e balë pas ka me të unë syni për një rrundës, a ki betë, 200 copa, e kështë dalu që i mungon një rrundës. Edhe i qoba lopë, në dorishtë, e i thash pëjtëm që aty, që më ka vi. Tha ja marë s'ka nevoj, thash pëjtëm për që më ka vi. E kështë marë një lak me veti, ku shkum të vaj bis fejtës. Ofta i ka 3, tonë e dini. Po. Atë ka qëtë rrundëza, që vetëm. Edhe si ka folë me tha, ja di ke gjumër e që barit, s'po një lasë mirjet ishë masu usheni. Erë, që du.
vazhdojmë me protagonistë të tjerë, vazhdojmë me ata që një pjesë të jetës e kanë kalu me Muhamedin tonë, me Muhamed Halilin. E të tillë, ne dojmë mos që ka shumë, por ne nuk mund t'i marrim të gjithë, por vetëm disa që kanë kalu pak ma shumë jetë me tullin tonë. Jemi në një pikë neuralgjike këtu në fshatin Nisniq. Jemi të mulliri i njohur dhe jashtu quajtur mulliri i Dervishaj, i cili thuhet, nga se nuk ka krejt sënimet sakta, që mund t'i ketë 300 vjetë që gurët e ti nuk kanë pushu së sjelluri edhe për të prodhu bukën e gojës. Gjatë gjithë këtyre viteve, e sidomos një karakteristike veçantë e këtij mulliri është se ky, sidomos në luftën e fundit, nuk pushoi së sjelluri, duke blu misër për mira e mira qytetarë të zhvendosur nga të gjitha viset e Kosovës e që gjeten strehim edhe ka fshat buket gojës pikrisht nga ky mulli, pra nga mulliri i Dervishaj. Rustem Met Dervishaj është pronari dhe pasarsi i të parëve të tij e që tash është pronar i këtij mulliri. Rustem, përshëndetje dhe mirë dita. Faleminderit për të zesh. A dita më thonë gjohë? Shumë mirë. Një me valloj. Valloj, po ti ja qillon të na erë. Unë më përshëndes ju, e përshëndes televizionin Fontana. Faleminderit shumë. Nuk është televizioni juve, du mu lidhë qëtu me ty, se kom pas qef me të pa, nuk është televizori i Sogit, po është televizori i krejt Kosovës, po është edhe diasporës, edhe na e bënë bashkë mendimet tona, nejat tona, muhabetin ton, raset tona, nevojat tona që i kemë. Unë veç kom me të faleminderu për kontributin ton edhe të ekipit ton. Pesi që jemi kohë thmi se Muhameti ku maj pjekun se unë, jëmë rritë si thmi me Muhametin, kemi kalu jetën në shkëtër të bjerës bukra si ka kush në Kosovë, na ka afru. Muhameti e ku një njeri, një familjon, një qoban, ku e foli qoban, mës të keq kuptohem, po e foli një qoban, që o kun edhe qobani vllazniu, o kun qobani stanisht, o kun edhe qobani gjove, edhe na ka majt gjithve gjallë. Unë jam maj personi që kom ndajt me Muhamed Halilin, gati që ma shumëti. Unë i kom 73 vjetë, pej 18 vjetë, 17 vjetë të mrapa rri me Muhamed Halilin. Edhe i kom pas marrëdhëniet e mira me to. Një njeri duhet me s'mi harru e emrin as fjallën, mi qitë, mi kallëzu të vërtetën, që një qoban, në tokë të Shkodorit, me kushte që i kem pas i tin edhe ti pasazesht, 250 copa dhanë, një më s'mi tapalu, një më s'mi huq, mi qu të stani, besa mu huq mi mirë, besa mi një mu plak zvet, besa mi rritë që të thmi, i ka shkollu që të thmi, Muhamed Halili e ka bushta. Jemi shku në qetha, o ku një shëret i madhë, shkojshim me qethë, u bëshin një 20 qëtarë që ashtu, me emën i ditë tonë, gjysa ju ndekë se në hishë. Do pleshu hunshin do postaja që aty për rreth, na bëshin shëret një në dhim ke shpina ka pak, po ko i shishin plesht ato ma i, kalojshim mirë. Muhameti i letoj ke gjysë se marrë këtë qëtarë të bjeshme 250 në suqesin, po i hiq ke gjysën e ma tepër të i lej ke pjesë për mbi bo që shëret, vishin dhe këta pishpje, mi që dojë i jarona. Për Muhamed Halilin, edhe kur nuk mujti që u lodhë me dalë në bjeshk, kom fjallë të mira, u dalë një 3 vjetë mas lufte, u plake u lodhë, kom fjallë të mira, i ka lodhë të të mirë, vlazin i ka të mirë, rrethin i ka të mirë, se na ham na ka lidhë bjeshka, se na Dervisha e me metaj, e motaj, e ma gjekaj, e këta ne jemi një borë, këtë fëmija njemi laftë. Ne dhe jemi kur të lidhën shtu, po mu më ka lidhë puna ma shumë të me Muhamedin bjeshka. Unë me shtu dyrë të mija që shtu, që shumë, s'di sa herë i kom pshesh.
e bojshim me zishim të nxesh ashtu që shmuqim. Në djerë ke bora, se po i thonë pru një gjese, do fjoll nuk i harroj, mu në i kumë mërzia të fjoll, bishim pru gjese, i thonë Lovski, në djerë ke bora, u këtheshim ma petë edhe njëherë në Roshkotor. Gjatë notën në atë rotën e Kershit, valloj komplet me Muhamet Halilin që aty gjatë notën të ra borë. E dhatë në mjerë rrugve që aty, u ishke pak u këtheshim për pjetë. Ati i posra me shpirtin, i kalon këta mrapa, kemi shku herën e mram, kur kemi qesë që nuk o dollë, mu më dhanë Muhamet Halili, mas Kershet aty mrapa, është i farë lugi, mistan Muhametit andrejnë. Po një farë podaljoku aty. I farë podaljoki. Mi Kershtram Halilve. Që aty mi Kershtram Halilve, kemi qethë, unë të Eloni, Ismiftori, Iskupleci, Canti Shuki, edhe Gjafer Mola, e jemi kunë një grupë, e kemi qethë, mu nuk kom qethë të Muhamet Halili. Komistani dhe ta kom gjete, për me uar botë minat me pjete. A goja vlu fjara dhe ja. Pa për një natori si shetë mojli, po majtë gjithë vere në të stojni. Jem shpat pare pushka tu i krise, dhe se me të vëti qenise. Vëti qenisi jo dhja voja, e sot dhja pohna vino karvoja. Vavit karvoja vojro vargevi, sot dhja vojro shkojnë në shpije. Ai ishte njeri i respektuar nga të gjithë, nga vllazëria, nipat, bashkëfshatarët, njeri i besës dhe i fjalës, që i ndihmonte çdo njeri në nevojë, pa dallim. Edhe gjatë luftës së fundit në Kosovë, ishte pranë ushtrisë lirëtare të Kosovës, në shtabin lokal të Isniqit, duke dhënë kontributin e tij të ndershëm dhe modest. Babai ishte simboli njeriu të tokës, punëtori i drejtë, me shpirt të butë e me zemër të madhe. Në kujtimet e gjithë atyre që e njohën, ai mbetet shembull i thjeshtësisë, i përkushtimit dhe i dashurisë për familjen, për njerëzit dhe për vendin. Prapa nesh, por para popullit dhe para kombit, gjithmonë qëndron Isa Boletini, për cilin Isniqasit, kudo që shtrihen në të gjithë trojet shqiptare, identifikohen edhe mburren me punën, jetën dhe veprën e Isa Boletinit. Foljem me njerëz të ndryshëm, po ashtu për një personalitet të fshatit Isniq, për Muhametin tonë, për Muhamet Mehmetajn, për Muhametin si personalitet i sferave të ndryshme. Mi për nga kamet edhe një veçantë e Muhametit për cilën nuk kemi folë. E kush do të na fliste ma me kompetencë se sa Ismet Losh Mehmetaj, bashkë biseduesi ynë i radhës, i cili Muhametin e njeh edhe nga një prizmë tjetër. Dhe mboni përshtypje në bisede sipër, në bisedën e lirë, biseda Ismetit kur tha, unë Tulin tha e kom njoftë, se jemi rritë që tu, kemi qenë dere në dere, kemi bo një jetë bashkë. Por Tulin e vërtet, pra Muhamet Halilin e vërtet e kom njoftë në kohën e luftës. Në kohën atyre dyndjeve të mëdha të popullsisë që ka ndodhë në të gjithë Kosovën, e që një pjesë e madhe tyre me mira njerëz e kanë vërshu dhe Isniqin. Për shumë qka, për këtë personalitet dhe për këtë figurë, do të na flet Ismet Losh Mehmetaj. Ismet, faleminderit që e ndodhe pak kohë me qenë me neve, ta murëm pak kohë, ta gjetëm një angazhim. Për kundrazi, me folë për Tulin, unë ju falenderoj juve që ma dhat mundësin, nuk më ka
ndoshta kem pas muhabet të evokimeve ditëve të kaluara, ditëve të luftës. Unë me Muhametin e Ndjerë jemi kushëri, jemi tafërt, edhe me shtëpia jemi konafërt, mirë po me mosh, ai ka mujt me kenë prindi jam. Për këtë arsye, bandenaj profesioni i tij i gjatë përpos punëve tjera ka qenë bari. Familja Muhametit kanë qenë familje e madhe, kanë pas shumë antar familje, kanë pas krahasu me kushërit tjerë, kanë qenë edhe më të shkolluar, po kanë qenë edhe njerëz shumë punëtor, shumë përkushtuar. Muhameti ndoshta natyra e punës tinën, vazhdimësisht i përkushtuar për mirëqenien e familjes, edhe pamja e tij ka qenë një personalitet me fizik të zhvilluar, ta krijoj një farë serioziteti edhe të shtike me majt distancë. Kështu që unë për jetën time si i ri, unë e kom përshëndet kur e kom taku. Mirë pa gjithmonë ka qenë serioz, fjalë pak, një çikizim, ndoshta pe sfidave tjetë, edhe nuk kom pas në afrim më të madhe, kështu mbërto edhe mosha. Ndërsa nga afër, edhe ajo një kimi që më ka ofru shumë me ta, edhe më ka, do më thonë, e kom një afrin edhe në ngrohtësinë e tij, edhe kom pa karakterin e burrinë e tinën, kanë qenë ditë të luftës. Kur ndodhi lufta, sikur gjithë fshatrat e Dugazhinit, e anën e Kosovës, edhe fshatrat janë, tani se është bërë rutinë, më thonë, ndër të partë, po me të vërtetë ndër të partë, janë angazhu, djemë të ri, janë mobilizu, një që kanë pas përvoj në përvoj ushtarake, janë kriju shtabi lokal, celulat, kanë shku për armatim, edhe jemi sistemu në përpika. Tani, mosha Muhametit nuk ka qenë obligative për me dalë në pikë. Mirë po, ka qenë në vitë frontit, ka qenë vullneti tinën, edhe karakteri tinën, edhe më rastisi po të fatin që kemi qenë të pika, i thoshim na e Balaj, është ofër rrugës magjistrale Pej Gjakov, pika ndër pikat më të afërta që kanë qenë me forcat serbe, edhe me mujtër Muhameti ka qenë një ushtar i përkushtuar, unë në atë pika aty kom qenë përgjes për ata ushtarë që ishim në ndrimin e caktuar, dhe aty manej mu ka kriju ajo afria me ta. Më ka bërë shumë përshtypje, se kishim edhe kohë kur bëjshim muhabet të gjona, qëndrimi ti, disiplina, edhe vendosmëria ti, i kem pas laf që e ki edhe djallin të angazhum, nuk e ki obligim, asë njëherë nuk e ka vonë pyetje, asë dyshim ato. Ka qenë shumë i disiplinuar, i heshtun, i rregullt, edhe muhabet e sipër, kur nuk e ka pas problemin neve si ushtar. E mendon të gjithmonë si e kemi këtë hasëm të keq, është mizor, edhe mundëm në ndodhë diçka familje, kur vete nuk e ka përmend. Me turtunat mëdha e keni mbrojt këtë vend, edhe e kemi fitu me gjak. Pasha Zotën more shok, që do pjeftë i stiqit. 35-6 ne ka prevu këta në Gojkovicin me kriminalet e vetë. Po në atë raditën që se kemi, koma do Zotë si këj prezi i ri e vardon së kurna. Vazhdojmë edhe me befasit të tjera, me personalitetet të tjera, me figurat të tjera. Dhe vërtet, është kënaqësi që para objektivit radio-televizionit Fontona, ta kemi edhe Mehmet Bojkun. Historikisht i dëshmuar në të gjitha sferat. Dhe së fundmi, edhe në luftën e fundit, por është edhe kryetari i parë i komunës së Deçanit në Deçanin e pas luftës. Është ky Mehmet Bojku. Më vjen i noti me thonë, e me pranu Mehmet, po Bojkt janë një ndër të partë edhe që janë vendosë në Isniq. Është vija e Bojkut, e njoftur me nam dhe me fam. Na me Mehmet Bojkun do të flasim
për Muhamet Halilin, për Tulin, por më gjithësisht do të flasim për familjen e Ram Halilve të Isniqit. Si familje patriarkale, por edhe si familje intelektuale. Prandaj ka shumë çka të flitet për këtë familje. Mehmet, faleminderit që humbe i termin, vetëm me qenë me neve dhe me respektu pak familjen e Ram Halilve. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Unë nuk kam nevojë me folë me zmadhu, po kam nevojë me folë të vërtetën, aq sa di unë për familjen e Ram Halilve. Ashtu. Ka ta fatin që me i pas afër me shtëpi, i treti kujqi jam unë me shtëpi, dhe kështu që njihna mirë me të gjithë familjen e tyne. Mirë po, fatin pata më shumti me Ram Halilin me pas punë, pastaj me Abdylin, pastaj me Arifin, edhe me Muhametin si shok, si mëshatar. Po. Për Ram Halilin ka shumë që të fletet. Edhe këte për o thëmë, për mos me zbëllu asnjë grim, për arsye se punoha me të në fshat. Ata që punojnë në fshat kanë dë punë që duhet të t'i dalojnë, edhe duhet me qenë pak njerëz më të dalum. Prandaj Ram Halili është njeri më i ndershëm që ka punu në udhëhesinë e këtij fshati, që e provova vetë me sjelljet e tija, me gjetuninë e tine, por edhe askuj mos mi bo keq, por veç mirë. Rama çdo kohë është dalluar njeri i qetë, i butë, i mirë, edhe asnjëherë nuk ka anuar që me rënu dikon ose të më mshu dikuj, por gjithmonë ka qenë burr i burrave. Edhe ka pas një qëndrim dinitoz. Qëndrim dinitoz. Prerë. Gjithmonë. Ka qenë ti pushtarak. Ashtu është. Se e kom njoftë mirë. Edhe unë e kom pas të bëj edhe kom njoftë mirë. Kudo që ka shkuar është dalluar, ka qenë në atëherë koha keqe e shtetit të ish Jugosllavisë, Ram nuk i ka dalujt askund në ato punë që ka kryer në katon. Por gjithmonë ka qenë njeri i qetë, i rahatshëm, i urtë, edhe i sjellshëm, por askuj që ka pas inati. Kanë vazhdu pastaj vllaznit e Ramës ma vonë, ndër intelektual të parë. A mund të thuhet që ka qenë Abdyli? Abdyli tash ta thëmë për Abdylin. Hajde. Abdylin po ata fatin 2 herë me pas drejtor unë. Drejtor shkolle? Drejtor shkolle 2 herë. Një herë ka vitet 55-ta, si në Zanës, edhe një herë ka viti 65 në Raushiq, si drejtor shkolle. E tash në Raushiq si kolega? E tash në Raushiq, ai drejtor, ai superior, në krahasim me mua. Mirë po këtë a thash, puna që më ra me i herë si drejtor, i herë si kur drejtor si në Zanës, e një herë drejtor si punëtor, punëtori tina i. Edhe kom pas marrëdhënie njerëz zakonisht keqyshme, besa edhe tjetër mund ta them se më ka pru prej Orllatit Drenit, se më ka pru në Raushiq Abdyl Mehmeti. Se ke qenë të punu atje? Kom qenë të punu atje, kom punu 5 muj ditë, si ku me punu, s'di ku me thonë ma keq se në atë kohë, se konë rruga për pej, e më ka pru kë, gjyqëtorin e dytë, ka fru këtu. Ka pru Abdyl Mehmeti, më ka pru në Raushiq. E kur erdha në Raushiq, që kur të erdha në shpiteme. Kjo është për tani. Ma vonë, ai kaloi një detyrë tjetër, kaloi si sekretar për arsime kulturë të komunës Deçanit. Edhe aty u dallua për punën e tij, për rregullin e tij, dhe i ka prirë që ku kanë edhe Shtabanin tërë. Kanë afinitet për më udhëheq. Kanë afinitet. Për mu, këto janë për Ramën, për Abdylin. Arifin si kolegë pune, kom punu me ta. Nuk kom pas kur probleme, gjithmonë kem kalu mirë, por Muhameti është diçka më për dallim. Muhametin po të rast, edhe si bari, edhe si me to kemi mejgjë me ta, s'kem pas kur një problem një jetë. A jam dul ljopa, jam dul mështera, jam dul kjo, jam dul... Jo ma dove ujta, jo me mbone zarara, mbone... A zotin në rujt e kem duru një një tjetin, edhe jam kënë qëthur në atër, edhe kur s'kem pas të lashe me ta. Muhameti ka qenë një bari,
Mirë po ka qenë një punëtor i mirë. Si bari, ka qenë i dallum, ndoshta në këtë fshatin më i dallum i njeri që ka mbajt baktin, që të mos delet është Muhamet Halili. Dhe të tina janë dalluar me i paqut, në 100 tubi këshën gjurë dhe të Muhamet Halili. Të thëtë që ka pas marak, që ka pas djeni, që i ka mbajt mirë. Por, mos të harrojmë se në atë aspekt i ka ndihmu edhe Abdul Mehmeti. Bile, Abduli si drejtor, kur së leon në pramje, kur arpi pune, pa dalë me shku mas Muhamet Halilit e me një mu me u gralo dhene. Pavarësisht pozite që e ka pas. Për gjithë ditë, se jo për gjithë ditë, kur e dalë pi pune, që është ardhë në shpe, pi pune për deqanit, ka shku edhe ka përcjell me ardhë kënenaj Muhamet Halilit. Prandaj kanë pas një razi, në përgjithësi, kanë pas një unitet vllaznit, edhe kur s'ki mujt me thonë që ajo në fjallosa, gjuhë, sa në tek. S'ke mujt me... Jo, askur s'ke mujt me dili, si me konë 4 vllazën, si me konë 4 nisha. Se jo 2 e 3, po 4 nisha. Kanë respektu njëri tjetrin dhe gjithmonë kanë qenë familje mirë edhe gjithmonë familje mbajtje. Prandaj janë për mu, janë për çdo lavdat, por unë them edhe për krejt fshatin, për çdo lavdat, se kur që kanë përzoj kuj në asnjë ngatres, asnjë ngacmim me konë as sa në tek. Shkolla e Isniqit, e cila tashmë mban emrin e tribunit Isa Boletinit, është edhe një pikë referente tjetër ku një pjesë të jetës së tij, Muhamet Halili e ka kaluar në këtë shkollë si punëtor teknik. Dhe së bashku me Muhametin shumë vite kanë shtektu bashk edhe Enver Tafaj, Enver Keq Tafaj, i cili është këtu bashkë me neve, edhe do të na flas pak diçka çka i ka met në kujtesë nga ato vite të shumta të cilat Enveri i ka kalu bashkë me Tullin tonë. Enver, faleminderit se pranove më konë me neve. Faleminderit e ju ka ju. Ç'është kujton Muhamet Halilin, që ato vite, sa vite prapërsisht keni punu bashkë? Kom punu ofër 20 vite. 20 vite, në vitet më të vështira, në kohënat më të vështira, s'ka për shumë që është e vonë. Se me Muhametin kom kalu se na ishim shërbëtor këtu, shkollë. Po. I bike nevoja, o do këmë zavënsu. Unë e kom zavënsu. Bike mu nevoja, zavënsu kë Muhameti. E keni plotësu njëri tjetrin sa herë që kemi net hazër. Njëri tjetri kemi net hazër. Me dalë në imë shëqishoqit. Sa ka qenë Muhameti bashkëpunus, qysh keni kalu me ta, a jeni qartë na i here, a jeni re na i here? Jo. Ja, me Muhametin e me gjithë, jemi konë, që këmë konë një njone, tonë shërtoj që jemi konë. Edhe kem kalu mirë, jemi mundu në shëqisho që mi dalë një jemë kohë ka qenë ngosht, që to i kem pasë në parasysh. Une, për shemull, nuk mu kisha në shku dikonë se dishka, Muhamet qërto kom në unë, hajtë, shko, se unë e dheshi. E kom ditë, këj me punën. O shko, Muhamet e dikonë, e në verë, shkova, hajtë Muhamet se u këj puna. Ka bova ki natje, sabat di që marrë, kom këj punën, për marrë në zasa shkollë. Qëfar punësh bëjsh atëherë si punëtor teknik? Si punëtor, në shkollë tash, hojë shkolla vje, shkollë vjetër, i kem pas të rinit e damë. Kushtet e kësia? Kushtet bëjve, shallah Allah. Dëshemete drasave? Drasave, gjërose. Me gjërose, me vojdjegun, me shporetat e druve. Krejt ato. Nuk e kem ri shkollën e ri? Ja, shkollën e ri, ma shufte. Jem tanë 70. Dashtë mu që notje me dhe zjemin me... Pasha zotin po tonë, gjithë të cilë të vetin. Po, une isha qaj që kur nuk e kom ljonë, për pas rezervën nga të dhe. Rëngojone, mune mërë. Njërë kem kalu me Muhametin e me gjithë ata vish, Muhameti më thënë në një nërtam ka deshtu më tepër.
Po, atë kujtohet nëj rast me Muhametin nëj herë kështu diçka si të ka metë në kujtes? Po, lojë qështu një ashtin, ka herë me shkolla, i kosit bashe qështu, kemë bashe. Po, i bashe? Dhe ke drejtojnë mërë, një ka i kosit të hesin e që ta borë bishtu. Po. Një kosishëm, Muhametit i thashmë tash me marë mërë, me tash ashtim Po, sa i ka majtë gjohë, ka majtë. Unë jam Halil Tetaj në Galluka e poshtme. E kam ardhur sot në këtë emision në një film dokumentar që të them një dy fjalë për Muhamet Khalilin Mehmetaj, ashtu si që kam njohur unë, ashtu si që kam përshtypjet e mia për te. Në vitin e lartë 1971, isha mësimdhënës i gjuhës angleze në Isniq. Dhe aty e njoha së pari nga familja e Ram Halilve, Arifin, i cili ishte arsimtari i gjuhës shqipe. Dhe pas një kohë, na merr disa shokëve që ishim atëherë më të largët në konakun e tyre. Aty pastaj e njohta Ramën, Avdylin edhe Muhametin. Avdyli, i cili punonte atëherë në Desan, në Bashkinë e Kulturës, na pyeti me radhë nga jemi, dhe kur i thash unë jam në Galluka e poshtme, tha i kemi pas do jarana të babës, që ma du t'i njohë se me madhon botën. Dhe unë e pyeta, e din emrin, tha po, Cen Gjupi, a ishte migja i babait tim. Dhe pastaj, prej ati momenti e mrapa, familjarisht kemi qenë të lidhur me ta, me dasma, me vdekje, me të gjitha. Muhameti në atë kohë ishte bari. Bari i përkushtuar për ruajtjen e bagëtive në bjeshk dhe poshtë, për mbajtjen e familjes, për përmirësimin e gjendjes ekonomike të familjes. Një njeri i cili në shpirtin e tij kishte sinqeritet, që ishte mikpritës, që i kishte të gjitha virtytet që mund t'i ketë një njeri. Me pastaj, në vitet e më vonshme, do më thonë, unë kam punuar gjithsej 6 vite në Isniq, Muhameti ishte punëtor teknik. Dhe ajo bojaria, ai sinqeriteti i tij, vrehej në çdo moment. Për sa e kryenim shpesh herë, jo gjithherë, mësimin, unë me Avdyl Tafilaj, tani i ndjerë, nga Libusha, një ndër mësimdhënësit më të mirë të komunës së Deçanit, ishte edhe dhëndër i Ram Halilve, luanim shah. Dhe Muhameti i krynte punë të vetë atje dhe vinte dhe thonte, a lajni këtu apo? Hajde që në shkojmë të Ram Halil. Kështu që jo me një herë, po me 10 herë kemi shkuar së bashku, kemi shkuar të familja e Ram Halilve, me iniciativën e Muhametit, që na mërte pa tjetër, edhe ka qenë i fuqishëm, a i mund të me në kapë dyve për dorë me në marrë, si thonë, me zërë. Pastaj, ajo misi në kam betur, se unë pastaj kam kaluar në Bashkinë e Kulturës, se kam punu me Avdylin vitet të tëra, po pastaj ata vdisen radhazi dhe në fund Muhameti kam shkuar, ndoshta, nuk mund të them me 100 herë, po me 10 herë në Isniq të ai për ta vizitu, e sidomos kohëve të fundit, kur nuk ishte
bashkëmirë më shëndet. Mirë po, vërehej dhe kur deri në vdekje nuk jashtë hequr ajo mikpritja, ajo bujaria, bile ishte një rast që kishte bukur të rënuar shëndetin, dhe kur shkova une gati një orë ndajti ullur dhe djali ti më tha, po sa dulem, tha, kanë qenë 3 nipa, tha 15 minuta, ka thonë s'po më i rri mo. Thash, e di, po për respekt që e ka ndaj me, ai gati ndajti një orë. Prandaj sot kur flasim për Muhamedin, duhet ta kemi parasysh se njeriu është vështirë, jo në emision, po edhe në shumë emisione, me shumë fjalë, nuk mund ta shprehim krejt t'i shprehim ato virtyte njerëzore të cilat i kishte, një kultivus i traditës, fanatik i traditës për mikpritje e bujari. Një njeri i sinqert, një njeri i cili është përpjekur për gjithmonë për familje, një njeri i mrekullueshëm, familjar i Zoti, që është përpjekur tani jetën e tij. Prandaj, sot mund të themi, i lehtë i qoftë dheu aty ku pushon, dhe se kujtimi për te nuk do të shuhet jo vetëm të familjarët, por të gjithë ata njerëz të cilët sado pak e kanë njohur Muhamet Halilin Mehmetaj. Këtu jemi në oborrin dhe në shtëpinë e Tulit, ku një pjesë të mirë të jetës, deri në momentet të fundit të jetës së tij, Tuli ka kaluar në këtë shtëpi, me këta dhe plot e përplot antarë të tjerë, të cilët për shkaqe të ndryshme, një pjesë e tyre për shkak edhe të emergimit në përdhena të ndryshme, nuk janë sonte këtë pasdite prezent me neve dhe të evokojmë dhe një kujtim për jetën e Tulit, se çfarë familjari ka qenë Tuli. Djali i dytë i Tulit është Shkumbini. Shkumbini është po ashtu në emergim, edhe sikur gjithë tjerë shpesh here i bitë vije në Kosovë. Shkumbin është krejt njësoj jeta si me Tulin, si pa Tulin. Sa është e romë, kur me rrugën prej atjehit më arë këtu, sepse jem su më të prit të dera kur i ardhë, ty, familjen, fmit, nipat, mbesat. Sa kitë vështirë tash? Batazeq, faleminderit për kohën që keni pas. Po, kohë shumë e zërshme, është shumë vështirë, po faleminderit Zotit që baba ka lënë shtëpinë plot. Po. Kemi ku me ardhë, të vlladhët, të motrat, të fëmija, të kunatët, të gjithë janë shënoshë mirë shëqyrë Zotit. Po, është shumë zërë, nuk u të vivi dhe të dera, më në që më presin për në të. është një pjesë shumë e zëshme. Jeni mësu me ju prit kur të vinë, me ju përcjell kur të shkoni te në rrugë kryesore atje. Tash ju mungon ajo ngrohtësi. Tash e kemi shumë zërë me folë për kohën që jënë kohën për në to, tash që s'janë është një ndryshim shumë i madhë, me keqardhja. Na kemi as anej, as kënej. Atje jemi të hujtë, të këtë vime me keqardhja, në vetën shumë të hujë, për asyj se kemi dalë për tana temave, fatkeqësisht, po ku të ka një familjen me mirë, të shnosh, ajo është prapë një ngushëllim. Atë ngrohtësinë që ja del dyqysh. Sa ka qenë i afërt ai me familje Tuli, sepse edhe shumë bashkëbisedues të tjerë e thamë se ka pas një qëndrim pak si autoritativ. Po në brendësi ka qenë shumë i afërt. Shumë i ngrohtë. Baba ka pas shumë respekt për punë dhe për familje. Ku ka në çështje puna, e ka njoftë vetëm punën. Ndoshta kreset pak keq ose tingëllon pak keq, po aty ku dash më u bë puna, dash s'ka pas jo. Po dash më përfundu gjithë. Ka qenë i prerë. Po ka një prerë, kjo punë duhet më kry dhe dash me kry.
Por në familje ka qenë shumë i afërt, ka një shumë njerëz që nuk e ka njohur për sa fëmi, u konë shumë tolerant. Unë jam fëmija i vogël i babës, po a tolerancë që ka pas ajo s'muna me pas sot. Ai vitet 80-ta, domethënë 80 vjeçare, u konë moshë 80 vjeçare, a tolerancë që ka pas ajo në smuj sot në 40 vjeçare. U konë i gatshëm me tolerue me gjitha i ka pas. Me te i kalue. Po, u konë ai që ka dashur më shkollu, u shkollu. Ai që s'ka dashur më shkollu, domethënë i ka pas fajt e veta dhe ashtu e ka pa veten. Thoj që është ma mirë më shkollu, ma mirë është me pas lejën e vozitjes, ma mirë është me hec me kohën. Më konë i pa varur, më konë. Edhe pse o konë i lindur në 1939, ai gjithmonë e ka pas me hec me kohën, e ka pravu me hec me kohën. Sepse në fakt ka lindë dhe rrit në një familje intelektualish. Po, i kemi pas edhe gjallarët të shkollu, i kemi edhe vllamë në shkollu, i kemi edhe fëmijën e vllavë shkollu, edhe djemtë e agjëve në tonë shkollu. Thash, ai që ka dashur më shkollu, e ka pas derën qelë për krahën e babës maksimale. Shkelzeni, cili në ndryshe të rasim edhe Geni, është djali i madh i Tulit edhe i ka ra mas shumti në këto vitet të fundit për shkak se Shkumbini ka qenë jashtë. Shkelzeni ju ka gjetë Tulit gjatë gjithë kohë. Shkelzen, qysh ka qenë Tuli? Qëfar personaliteti? Plesnia, smundja, mosha e bojnë të veten. Shkumbini tha ka qenë shumë i durushëm, ka qenë. Qashtu o konë baba? O konë shumë për prajmëtar, shumë. Ka insistu gjithmonë mi pa thmine të afërmit e të ecë për para në seminar. Me avancu se cili për veti në drejtimin e vetë, qështë ju ka pëlqy gjithë kujnaj po. Ty në atë kohë të ka shkollu? Po, unë në vitin 93-94 kom fillu me studime në Prishtinë, derisa i kom përfundu, në kanë bështet familja. Edhe këta, na imi kun shpije madhe për para ti na manë mandi e din që shimi kun tonë këta mi gjallartëve që kun para babe, edhe djemë të mitë që kush ka pas si ka desh më shkollu. Vullnet. I kanë përkra familja. Baba ka jetu pak ma shumë se vllazën tjerë, edhe nena ka mësu pak ma keq, se a gjallarët kanë vdek ma tripa, ka po? Po, a gjallarët kanë vdek, baba kun ma i rrim në vllazën. Po, ma i vogli. Po, ma i vogli, kun qashtë. Edhe gen? Më fani. Baba thoi ke sa jem as gurit. Sa jem në shtre? është pak me letë. Që ajo është. Po? Po, nashtë asë ja kemi ditë shumë vlerën babë, se në ka pritë shumë sana, shumë. Si kemi njohë problemet mija nashtë. Sa i ka qenë që o morë me ato gjona me... Po, baba sigur më the për Sadikun djenë bjeshkë. Po. Mi ka kry me të pame, me kreta s'pëllnit për to. Baba konë që ashtu që i ka kry ato sanë të na. Tash ato jënë barë për familjen, këtë rast për ty? Jënë barë, jënë sanë që duhet me i kry dikush, që nasë kemi thonë së është gjoj e punë, po duhet dikush me i kry ato. Me prite, me për cilë, me majtë shpinë hapur të na heret. Na vlau është atje, motrat i të martume, po shumica, sikur në Kosovë, gjithkohë në Gërbet. Me nëzis prej si marrë vera, ose dimni mu bashkuve me najtë bashke, me muqmale, me... Po jeta kështu e kam. Jeta kështu e ka dhe jeta vazhdan. Po, jeta vazhdan. Me gjithse, mi gjallarët e baba kanë pas një autoritet të në fshatë sukuridin edhe ti ki një të ma mirësone. Po, vërtet. Që është pak, du të me pas një dronë që po koritesh me dikona, me naj tafer me naj dikona, s'gudzën me folë gjeshka gjithkon, s'gudzën me folë gjeshka. Që kjo në fakt nuk është ndoshta privilegj, po është përgjithsi. Po është përgjithsi shumë e madhe. Qa na kemi marrë vesh masi ka vdek baba.
baba, nona, se Po. du me folë veç për babën, po nena ka dekë edhe nona dhe baba, si shpejt na kanë mësu, vetëm insan që s'na kanë mësu. Qysh me jetu po ata? Sepse në fakt njeriu po mendoj ke që jeta vazhdon, që ashtu po ndërprek. E rond, po, jeta vazhdon, si po thu. Këto dit, ja kushtum Muhamet Halilit, apo Tulit. Tulit ton, me figurën e cilit na dhe shumë të tjerë unë qysh se fmi, e mbaj men Tulin. Një pjesë tjetë se kemi kalu bashkë në beshkë me te. Shumë shok Tulit, shumë bashkëpunëtor, kolegë, bashkëveprimtar. Na folën për Tulin, me nis edhe njëherë që nga fillimi, edhe po kaq, edhe ma shumë, kishim pas lënë të parë, kishim pas çka më folë për Tulin. Por kësaj radhe, po e përmbyllim me kaq. Por nuk do t'ja vejmë pikë që ndë njëherë tjetër do të flasë edhe më shumë për Tulin. Duke i falenderu të gjitha ata njerëz që na u gjetën pranë gjatë tyre ditëve dhe gjatë kësaj kohe sa ne u morëm me figurën e Tulit, unë ju falenderoj të gjithve, familjen Mehmetaj në këtë rast, djemët e Tulit, familjen e Tulit, edhe krejt ata, kolege bashkëpunëtor Tulit të cilët për asë një qasht nuk hezitun që nga këto e deri në bjeshk të vinë edhe të shkojmë në vendet në për cilat Tuli e ka kalu jetën. Lavdi e përjetshme për Tulin tonë të dashur. Në çdo arë që ka punuar dhe në çdo bjesh që ka shkelur, ka lënë gjurmë që nuk shlyhen kurrë. Ai jetoi thjesht, por me madhështi shpirtërore. Në heshtjen e mëngjeseve të fshatit dhe në erën e bjeshkës, ende ndihen gjurmët e punës së tij. Në çdo fotografi që preket me mall dhe me çdo kujtim që rrafehet me dashuri, jeton shpirti i babës. Ai nuk u largua, thjesht u bë dritë, u bë kujtim, u bë frymëzim për ne. Me 5 nëntor të vitit 2023, Muhamet Halili u nda nga jeta, i rrethuar nga familja e tij e dashur. Por kujtimi i tij, puna e palodhur, guximi dhe dashuria për familjen dhe vendin, mbetën përjetësisht si një dritë që ndriçon brezat e ardhshëm. Muhamet Halili la pas një trashëgimi të madhe. 5 fëmijët e tij, Shkëlzenin, Shkumbinin, Zejnepën, Luljetën dhe Kimetën, si dhe shumë nipër e mbesa që sot e mbajnë me krenari kujtimin e tij. Ata janë pasqyra e dashurisë, e përkushtimit dhe e vlerave që ai ndërtoi me duart e tij dhe shpirtin e tij. Në tokën që e punoi me duar, në shtëpinë që e mbushi me dashuri dhe në zemrat tona, Muhamet Halil Mehmetaj do t'jetoj përgjithmonë në zemrat tona. Pushon e paqe baba i jon i dashur, Muhamet Halil Mehmetaj.